Drejtoria e Bujqësisë në kuadër të ndihmesës për fermerët e Ferizajt përgjatë këtij viti do të subvencionojë 250 fermerë me mekanizëm bujqësor. Drejtori i kësaj drejtorie, Burim Bajrami, ka bërë të ditur se ky mekanizëm përfshin pajisje të ndryshme që do ta lehtësojnë dukshëm zhvillimin e veprimtarisë së tyre, ndërsa risi i vjet është pajisja për nxjerrjen e patates. Si çdo vit në kuadër të kategorisë së subvencioneve, kemi të planifikuara furnizimin e fermerëve apo subvencionimin e fermerëve me mekanizëm të ri bujqësor. Do të furnizojmë rreth 250 fermerë me këtë mekanizëm bujqësor, duke filluar nga frezat, nga plogjit, rotokosat e gjitha pajisjet që janë të nevojshme për zhvilluar aktivitetin fermer të komunës së Ferizajt, ndërsa këtë vit është risi pajisja për nxjerrjen e patates, të cilët do t'i furnizojmë fermerët e komunës së Ferizajt me 10 pajisje për nxjerrje të patates. Normalisht do të investojmë edhe në pajisje për mbjellje të patates. Vitin e kaluar i kemi furnizuar 5 fermerë me pajisje për mbjellje të patates, ndërsa si vjet do t'i furnizojmë edhe 10 të tjerë, duke përmbushur kështu kërkesat e fermerëve të komunës së Ferizajt me këto pajisje të cilat do të lehtësojnë aktivitetin e tyre në punimin e tokës bujqësore dhe normalisht do të krijojnë lehtësira të vazhdueshme për të zhvilluar aktivitetet e tyre në teren dhe të krijojnë sa më shumë të ardhura, përderisa kemi një mekanizëm bujqësor të ri e lehtëson edhe punën edhe ul kostën e shpenzimeve për të punuar sipërfaqet caktuara të tokës dhe normalisht që e rrisin të ardhurat e ekonomisë të tyre familjare. Nga buxheti komunal janë planifikuar mbi 200.000 euro për t'i shpenzuar në këto subvencione. Janë mbi 200.000 euro të përcaktuara për këtë aktivitet dhe këto mjete janë nga kategoria e subvencioneve të planifikuara për të shpenzuar në këtë kategori këtë vit. Drejtoria e Bujqësisë që nga fillimi i këtij viti ka shpallur disa thirrje publike përmes të cilave fermerët aplikojnë për të përfituar subvencione në kategorinë që ata i përkasin.